Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Ka ditë kur zgjohem herët para se qyteti të nisë zhurmën e vet. Lushnja në mëngjes është ndryshe, më e qetë, më e sinqert. Pi kafen ngadalë dhe shpesh mendoj për veten time para disa vitesh, për vajzën që nuk dinte t'i vinte emër asaj që ndjente. Nuk ishte mungesë dëshire, ishte mungesë gjuhe. Askush nuk të mëson si ti lexosh ndjesitë e tua, sidomos kur je vajzë dhe rritesh mes rregullash të pashkruara. Më ka marrë kohë ta kuptoj se nuk jam e ftohtë, nuk jam e çuditshme, nuk jam jashtë normales. Thjesht jam ndryshe në mënyrën si e përjetoj afërsinë. Për mua rëndësi ka momenti, jo nxitimi. Rëndësi ka mënyra si dikush të afrohet, jo sa shpejt e mbaron punën. Dhe kjo nuk e bën ndjenjen më pak të fortë, përkundrazi e bën më të thellë. Partneri im e kuptoi këtë jo nga fjalët e mia, por nga heshtja. Nga mënyra si relaksohesha kur ai më afrohej pa më kërkuar. Nga mënyra si trupi im qetësohej kur ndihesha e dëgjuar. Ishin gjërat e vogla por të qëndrueshme, dhe pikërisht aty filloi të ndryshoi edhe mënyra si e shihja unë veten. Më parë mendoja se duhej të përshtatesha. Ndoshta kishte diçka që duhet ta bëja ndryshe. Por me kalimin e kohës, kuptova se intimiteti nuk është performancë. Është komunikim i heshtur, është respekt për ritmin e tjetrit dhe është ndjeshmëri. Mua nuk më pëlqente mbarimi i performancës, më pëlqente rrugtimi i saj. Ka mbrëmje kur dalim për një shëtitje të thjeshtë dhe nuk flasim fare. Mbajmë duart me njëri tjetrin dhe në atë qetësi ndjej një afërsi që nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Për mua, këto momente kanë më shumë peshë se sa çdo gjë. Janë ato që më bëjnë të ndihem e pranuar dhe jo e gjykuar. Ndonjëherë mendoj se sa e vështirë do të ishte po të isha me dikë që nuk më dëgjon, me dikë që sheh vetëm sipërfaqen dhe do të plotësoj vetëm dëshirat e veta. Sepse për mua gjithçka është më e thellë se kaq. Jam nga ato vajza që ndihen rehat kur e dinë që mund të ndalen, mund të marrin frymë, të mos shtyhen përtej asaj që ato ndjejnë. Në lushnjë njerëzit flasin, përgojojnë, por unë kam mësuar të mos jetoj për versionin që të tjerët krijojnë për mua. Jetoj për ndjesinë time të brendshme, për atë qetësi që vjen kur nuk lufton më me veten. Sot jam më e sigurt në zgjedhjet e mia. Nuk kam nevojë të shpjegoj pse më pëlqejnë disa gjëra. Ai mashkull që është i aftë të më kënaq në mënyrën që unë dua, është i pranuar. Nuk kam nevojë të justifikohem. Kam kuptuar se të njohësh veten është forma më e lartë e pjekurisë. Dhe ndoshta kjo mund t'ju duket si diçka e pasens, mund t'ju duket qesharake, por është e rëndësishme, sepse shumica e vajzave në shtrat duan të kënaqin vetëm partnerin dhe nuk mendojnë për kënaqësinë e tyre. Për mua kjo është një histori e vërtet që unë dua ta tregoj dhe vërtet shumë të tjera duhet bëjnë si mua. Kur zgjohem herët para se qyteti të nisë zhurmën e vet. Lushnja në mëngjes është ndryshe, më e qetë, më e sinqert. Pi kafen ngadalë dhe shpesh mendoj për veten time para disa vitesh, për vajzën që nuk dinte t'i vinte emër asaj që ndjente. Nuk ishte mungesë dëshire, ishte mungesë gjuhe. Askush nuk të mëson si ti lexosh ndjesitë e tua, sidomos kur je vajzë dhe rritesh mes rregullash të pashkruara. Më ka marrë kohë ta kuptoj se nuk jam e ftohtë, nuk jam e çuditshme, nuk jam jashtë normales. Thjesht jam ndryshe në mënyrën si e përjetoj afërsinë. Për mua rëndësi ka momenti, jo nxitimi. Rëndësi ka mënyra si dikush të afrohet, jo sa shpejt e mbaron punën. Dhe kjo nuk e bën ndjenjen më pak të fortë, përkundrazi e bën më të thellë. Partneri im e kuptoi këtë jo nga fjalët e mia, por nga heshtja. Nga mënyra si relaksohesha kur ai më afrohej pa më kërkuar. Nga mënyra si trupi im qetësohej kur ndihesha e dëgjuar.
Ishin gjërat e vogla por të qëndrueshme, dhe pikërisht aty filloi të ndryshojë edhe mënyra si e shihja unë veten. Më parë mendoja se duhej të përshtatesha. Ndoshta kishte diçka që duhet ta bëja ndryshe. Por me kalimin e kohës, kuptova se intimiteti nuk është performancë. Është komunikim i heshtur, është respekt për ritmin e tjetrit dhe është ndjeshmëri. Mua nuk më pëlqente mbarimi i performancës, më pëlqente rrugtimi i saj. Ka mbrëmje kur dalim për një shëtitje të thjeshtë dhe nuk flasim fare. Mbajmë duart me njëri tjetrin dhe në atë qetësi ndjej një afërsi që nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Për mua, këto momente kanë më shumë peshë se sa çdo gjë. Janë ato që më bëjnë të ndihem e pranuar dhe jo e gjykuar. Ndonjëherë mendoj se sa e vështirë do të ishte po të isha me dikë që nuk më dëgjon, me dikë që sheh vetëm sipërfaqen dhe do të plotësoj vetëm dëshirat e veta. Sepse për mua gjithçka është më e thellë se kaq. Jam nga ato vajza që ndihen rehat kur e din që mund të ndalen, mund të marrin frymë, të mos shtyhen përtej asaj që ato ndjejnë. Në lushnjë njerëzit flasin, përgojojnë, por unë kam mësuar të mos jetoj për versionin që të tjerët krijojnë për mua. Jetoj për ndjesinë time të brendshme, për atë qetësi që vjen kur nuk lufton më me veten. Sot jam më e sigurt në zgjedhjet e mia. Nuk kam nevojë të shpjegoj pse më pëlqejnë disa gjëra. Ai mashkull që është i aftë të më kënaq në mënyrën që unë dua, është i pranuar. Nuk kam nevojë të justifikohem. Kam kuptuar se të njohësh veten është forma më e lartë e pjekurisë. Dhe ndoshta kjo mund t'ju duket si diçka e pasens, mund t'ju duket shesharake, por është e rëndësishme, sepse shumica e vajzave në shtrat duan të kënaqin vetëm partnerin dhe nuk mendojnë për kënaqësinë e tyre. Për mua kjo është një histori e vërtet që unë dua ta tregoj dhe vërtet shumë të tjera duhet bëjnë si mua. Kur zgjohem herët para se qyteti të nisë zhurmën e vet, lushnja në mëngjes është ndryshe, më e qetë, më e sinqert. Pi kafen ngadalë dhe shpesh mendoj për veten time para disa vitesh, për vajzën që nuk dinte t'i vinte emër asaj që ndjente. Nuk ishte mungesë dëshire, ishte mungesë gjuhe. Askush nuk të mëson si ti lexosh ndjesitë e tua, sidomos kur je vajzë dhe rritesh mes rregullash të pashkruara. Më ka marrë kohë ta kuptoj se nuk jam e ftohtë, nuk jam e çuditshme, nuk jam jashtë normales. Thjesht jam ndryshe në mënyrën si e përjetoj afërsinë. Për mua rëndësi ka momenti, jo nxitimi. Rëndësi ka mënyra si dikush të afrohet, jo sa shpejt e mbaron punën. Dhe kjo nuk e bën ndjenjen më pak të fortë, përkundrazi e bën më të thellë. Partneri im e kuptoi këtë jo nga fjalët e mia, por nga heshtja, nga mënyra si relaksohesha kur ai më afrohej pa më kërkuar, nga mënyra si trupi im qetësoi kur ndihesha e dëgjuar. Ishte